Piktori i fshatit. Në një fshat të vogël jetonte një piktor i moshuar. Ai pikturonte piktura shumë të bukura dhe i shiste me një çmim të mirë. Një ditë prej ditëve te piktori shkon një i varfër prej banorëve të fshatit dhe i thotë: "Ti fiton shumë para, përse nuk i ndihmon të varfrit e fshatit? Shikoje kasapin. Edhe pse nuk është i pasur, ai çdo ditë jep nga një cop mish falas. Po ashtu edhe bukpjeksi, është i varfër dhe ka shumë fëmijë, mirë po, çdo ditë ai u jep buk falas nevojtarëve." Piktori i buzëqeshi dhe nuk ju përgjigj. I varfëri doli i mërzitur nga dyqani i piktorit dhe filloi të përhap fjalë se piktori është shumë i pasur, por ai është shumë koprac dhe nuk i ndihmon të varfërit. Banorët e fshatit u zemëruan. Ata i shkëputën lidhjet me piktorin dhe e lanë të vetëm. Pas disa ditësh, piktori i moshuar u sëmur dhe askush nga banorët e fshatit nuk i interesua për atë. Më pas, piktori vdiq. Kaluan disa ditë dhe banorët vunë re se kasapi nuk po jepte mish për të varfërit. Po ashtu, edhe bukpjeksi nuk po u jepte buk falas të varfërve, edhe pse të varfrit u luteshin atyre dyve që t'u jepnin mish e buk. Kur e pyetën kasapin dhe bukpjeksin se përse nuk jepnin falas, buk e mish për të varfrit, ata u përgjigjën: "Piktori që na jepte para çdo muaj për të shpërndarë mish dhe buk për të varfrit vdiq." Të dashur vëllezër dhe motra, ka njerëz që mendojnë keq për ty, ka të tjerë që të konsiderojnë ty më të pastër se pika e ujit të shiut. Dije se ty nuk të dëmtojnë ata që mendojnë keq dhe nuk të sjellin dobi as ata që mendojnë mirë. E rëndësishme është ajo që di Allahu nga ti. Askush prej nesh nuk mund të gjykojë se kush hyn në xhennet e kush hyn në xhehenem. Prandaj, le t'i friksohemi Allahut në këtë jetë. Pamja jashtme është mashtruese. Ti falim të tjerët, ti këshillojmë, ti duam, ti respektojmë dhe të lutemi për ata që Allahu t'i udhëzojë dhe të mos mendojmë keq për të tjerët. Vetëm krijuesi i zemrave e di se çfarë gjendet në to, pra në zemrat e njerëzve. Allahu na fal dhe na mëshiroft të gjithëve.